Dritan, do ta nisim me njëherë me çfarë ka prodhuar deri tani sulmi i quajtur ndryshe, operacioni i quajtur ndryshe rrjeta e Merimangës, që goditi bombarduesit bërthamor në Rusi, ka patur një telefonat, regjia, kemi edhe Twitterin e presidentit Trump, për sa i përket telefonatës që ai ka pasur me Vladimir Putin, çka në një farë mënyrë Dritan me atë këtë Twitter të Donald Trumpit do të analizojmë për të kuptuar se si do të reagojë Rusia në raport me atë që Vladimir Putin dje e quajti një sulm terrorist. Pra, si do të jetë reagimi dhe çfarë do të ndodhë me bisedimet për një armpushim të mundshëm apo një takim të mundshëm midis Putinit dhe Zelenskit. Regjia, duhet ta kesh ato Twitterin aty, nëse Twitterin e Donald Trump është Dritan. Nga aspekti ushtarak, për momentin ajo nuk ka prodhuar asgjë, pra nga aspekti ushtarak, në rast se shohim në aspektin e Ukrainës dhe në aspektin e Rusisë, për momentin në aspektin e Ukrainës ajo nuk ka prodhuar asgjë, pra që është se e kam thënë edhe më parë dhe vazhdoj të këmbgul në atë të asherë se në aspektin ushtarak kjo për Ukrainën nuk ishte asgjë, pasi nuk ishte një veprim ushtarak i bërë nga Ukraina. Pra ishte një veprim ushtarak i bërë nga Ukraina, po jo për interes të Ukrainës, ishte një veprim ushtarak i bërë nga Ukraina për interes të NATO-s. Pasi NATO e shef këtë si pjesë të vizionit strategjik. Pra prishja dhe shkatërrimi i aseteve të goditjeve dhe të reagimit bërthamor të Rusisë, e cila është pjesë e sigurisë kombëtare të Rusisë, në atë që quhet triada, pra triada e mbrojtjes nukleare, janë armët bërthamore dhe mjetet cilat lëshojnë të armë bërthamore, cilat janë mjetet detare, ajrore dhe ato toksore. Dhe u godit njëra nga këto triadat, pra ajo që është ajrorja. Dhe këto hyn në pjesën e sigurisë kombëtare dhe shkatërrimi i Rusisë dhe shkatërrimi i interesit kombëtar dhe shkatërrimi i sigurisë kombëtare të Rusisë është interesi i NATO-s dhe jo interesi Ukrainës direkt. Pra veprimi ishte pjesë, një veprim taktik si pjesë e një vizioni strategjik të NATO-s. Dhe ishte një veprim i bërë dhe i iniciuar dhe i bërë gjithi nga NATO-ja, me mirëmbajtjen e NATO-s, me vëzhgimin e NATO-s, me ndihmën e NATO-s dhe me pjesëmarrjen e NATO-s totale në këtë. Po, është provuar kjo se është shumë e thjeshtë, nuk ka nevojë të provohet sepse është bërë nëpërmjet satelitëve, pra çdo lloj sateliti, çdo lloj e Ukrainës i mungon, siç e kemi thënë, vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë akses dhe kanë mundësi të bëjnë zbulimin strategjik. Pse nuk e ka Britania, jo, Gjermania, Franca? Janë pjesë e kësaj, po janë pjesë e kësaj së bashku brenda Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra, ata nuk kanë satelitë të tyre, por shfrytëzojnë satelitet amerikanë për këtë akses. E qartë. Prandaj, edhe në rast se e kanë dhënë francezët, edhe në rast se e kanë dhënë anglezët, prap është përgjegjësia bie edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, cilët kanë lënë përdorimin e këtyre aseteve strategjike për të tilla veprimtari, të cilat bien ndesh në mbarvajtjen e kontratave dhe marrëveshjeve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë me Rusinë në të kaluarën dhe që janë akoma në fuqi, pra siç ishte marrëveshja START. Në aspektin ushtarak nga ana e Rusisë, për momentin nuk ka asnjë, pra në aspektin nuk ka pësuar asnjë Rusia në këtë aspekt, pasi më në fund edhe Zelenski e pranoi që nuk ishin 40 avion, po ishin 13 avion. E qartë. Pra ra gjithë ajo prralla që ngritën për 40 avionësh, pra ishin 13 avion, dhe nga këta 13 avion, 3 prej tyre ishin avion cilët nuk ishin në përdorim fare, pra ekzistojnë avion që cilët kishin dalë, ishin dekomisionuar dhe përdoreshin vetëm për marrjen e pjesëve, prandaj vetëm 10 avion të cilët ishin në përdorim. Pra vim të ajo që është midis 7 dhe 8% është biles edhe me ulët njësja. Pra nga aspekti ushtarak nuk ka pësuar asnjë dëm Rusia në këtë aspekt, dëm që të pengojë në marrëvajtjen e përdorimit të aseteve të saj nukleare, pra në këtë aspekt. Po dëmi sigurisht edhe një avion edhe një gomë të shpojnë, ai është dëm ekonomik që të bëhet, pra nuk në këtë aspekt. Në kuptimin e funksionimit absolutisht në kuptimin e funksionimit të këtyre aseteve të kapacitetit strategjik. Pra nuk ka pësuar ndonjë dëm në këtë aspekt, as në mbarvajtjen e kësaj mbrojtje dhe kësaj deterrence nukleare që ka. Kurse në aspektin ushtarak të kundërpërgjigjes aktualisht nuk kemi një kundërpërgjigje ushtarake deri në këto momente nga ana e Rusisë. Normalisht është bërë iminente dhe kjo është bërë, do të ketë një kundërpërgjigje të tillë, pasi këtë e vërteton edhe pra nuk është më tashmë kundërpërgjigjja nuk është më
në aspektin e saj që ta marri me mend që do të ketë një kundërpërgjigje, por fakti që presidenti Trump deklaroi që kishte një bisedë me Vladimir Putin. Me Vladimir Putin, dhe në atë bisedë presidenti Trump deklaron që Vladimir Putin tha që do të ketë një kundërreagim të Rusisë, pra Putini ishte nguli këmbë dhe ishte shumë i prerë në këtë kundërreagim, pra kjo bën të qartë që reagimi do të vi. Pra do të kemi një reagim do të vi dhe të shohim cili do të jetë niveli i këtij reagimi dhe sa do të jetë niveli i këtij reagimi. Gjithë ajo biseda që shfaqi Trumpi, pra që tregoi, kemi një kthes të Trumpit për 180 gradësh. Dhe kthesa për 180 gradë shumë interesante, para 10 ditësh ishte po Trumpi i cili shkruante po në këtë pjesën sociale të tij të kjo truthit që ai përdor, e akuzonte Putinin për të çmendur. Po. Ndërsa tashmë i drejtohet presidenti Putin, pra nuk thot më i çmendur. Dhe ajo çka është edhe më interesante, po ta shihni në aspektin gjuhësor, deklarata që ky nxorri para një jave kur akuzonte për të çmendur, po të shohësh nga aspekti gjuhësor kishte shumë gabime të mëdha gramatikore dhe të formit fjalisë, ndërsa në këtë radhë kjo deklarata e tanishme që nxorri ishte perfekte nga ana gjuhësore. Pra do të thotë që e kanë parë edhe të tjerë në shpinë përpara se kjo të dilte të bëjë publike. Është matur mirë. Absolutisht është matur mirë. Pra kemi një, domethënë që telefonata që është bërë e ka kthjellur dhe e ka shkundur mirë presidentin e Amerikës, pasi nuk është vetëm kjo telefonatë e bërë dhe duhet kemi një parasysh. Kjo telefonatë është e fundit në triadën e gjërave të bëra. Pse them triadë? E para kemi pas ndodhjes së veprimtarive, pra e para kemi të dy akte terroriste që ndodhen në Kursk dhe në Briansk, pra ku udhëzuan u hodhën erë ura dhe hekurudha dhe ku vdiqën edhe qytetarë ku udhëzuan trena. Pra ishte një akt i pasur terrorist. Patëm edhe urën e Krimes, goditjen e urës Krimes. Ajo është pas goditjes së avionëve, pas bombarduesve strategjik bërthamor. Pastaj patëm goditjen ndaj avionëve bombardues strategjik bërthamor dhe më njëherë pastaj patëm e para ishte telefonata midis Lavrovit dhe Marco Rubios. Po. Pra, telefonat për cilën palët nuk dhanë detaje se çfarë është biseduar. Por u bë qartë që telefonata ishte bërë nga Lavrovi në drejtim të Rubios. Pra ishte Lavrovi ai që kishte marrë Rubion pas këtyre veprimtarive. Dhe normalisht që lexojmë këtë drita. Pra rusët kanë kërkuar llogari nga amerikanët sepse siç e kam thënë në një emision më parë është shkelur një marrëveshje. Pra a kanë gisht amerikanët në këtë? Që kanë gisht kanë, po a ka gisht presidenti Trump? Pra sepse është një operacion që ka nisur para 18 muajsh. Pra kur ka nisur këtë operacion patjetër që ka nisur me miratimin e administratës Biden. Absolutisht po. Po. Ka nisur me miratimin e administratës Biden dhe me implikimin e CIA-s. Dhe kemi një fakt interesant. Një ditë para se të ndodhte ky operacion i Ukrainës, ky Spiderweb që u thatë, ish drejtori i CIA-s Mike Pompeo shkon në Ukrainë. Po. Jo vetëm drejtor, po edhe sekretar shteti. E qartë. Pra ky personi i cili ka qenë drejtor i CIA-s dhe sekretar shtetit në kohën kur ky operacion është miratuar për të bërë dhe ka mbikëqyrur bërjen e këtij operacioni në ato të paktën në 12 muaj, kur ishte në fuqi administrata Trump, tashmë një ditë para këtij operacioni shkon në Ukrainë. Pra nuk ka asgjë të rastësishme, besoni, nuk ka asgjë të rastësishme. Prandaj unë mendoj që Lavrovi ka kërkuar llogari, pra a ka dieni administrata Trump dhe Trumpi për këtë çështje, dhe jo a ka dieni Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet ta marrim në kompleksin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, pra gjithë administrata, gjithë administrimi, përfshirë CIA, përfshirë në Pentagonin, normalisht që kanë pasur dieni sepse është bërë para 18 muajsh ka nisur operacioni. Dhe siç e thash, nuk ka nisur pa miratimin e SBA-ve në atë kohë, pra të asaj administratë. Por kjo e tanishmja që është, pra shtëpi e bardhë dhe sotmja, a keni juve dieni për këtë? Dhe ai qëndroni ju pas kësaj, pra. Dhe biseda do të qenë. Pas kësaj bisede, të nesërmen pati një bisedë direkte midis Vladimir Medinskit, pra të dërguarit special të Putinit që udhëheq delegacionin rus në bisedimet në Stamboll, dhe midis ministrit të mbrojtjes të Ukrainës, Rustem Umerov. Biseda ka zgjatur për 2 orë. Biles kjo bisedë solli edhe takimin 1 orë me vonesë për shkak të bisedës që ta kishin kokë në kokë të dy. Po, ta thashë në emision tjetër. Po, ju e tha, po, unë thash, pra nuk... Ta thash, ka ndodhur një takim, thash, po... Po, kjo ishte dhe pas mbarimit të bisedimet,
Rustem Umerov nuk ka fluturuar në drejtim të Ukrainës së bashku me delegacionin, po ka fluturuar direkt në drejtim të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Direkt pas bisedës me Vladimir Medinskin. Me Vladimir Medinskin, pra pas marrimit të edhe të asaj bisedës të njëorëshe që patën dy delegacionet, delegacioni Ukrainas ka udhëtuar në drejtim të Ukrainës, ndërsa Umerov ka udhëtuar drejtim të Washingtonit direkt, pra nuk ka vajtur në Ukrainë, ka udhëtuar në drejtim të Washingtonit. Dhe normalisht ka udhëtuar për të dhënë një mesazh që Vladimir Medinsky ka dhënë qartësisht, pra i ka vendosur pikat kuqe mbi i dhe pikat mbi i për 2 orë e gjysmë që kanë biseduar dhe ka vajtur në Washington. Dhe pas këtyre dy bisedave të rëndësishme, pas këtyre dy veprime të rëndësishme, kemi menjëherë bisedën midis Trumpit dhe Putinit. Pra nuk ka ardhur direkt biseda dhe 2 ditë Trumpi nuk u ndije fare. Po. U ndije vetëm pas saj bisede dhe pas udhëtimit të Umerovit atje, reagimi i parë është dje është mbajtur në Bruksel takimi i grupit kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës. Një grup ku marrin pjesë 52 vende perëndimore, të cilat japin ndihmë ushtarake, ekonomike, politike, diplomatike Ukrainës. Dhe për herë të parë, dje ministri i mbrojtjes, pra sekretari i mbrojtjes i Shtetit Bashkuar të Amerikës nuk merr pjesë në këtë takim. Për herë të parë. Për herë të parë dhe nuk merr pjesë edhe radhën e fundit kur u bë takim, sekretari i mbrojtjes nuk mori pjesë fizikisht, po mori pjesë me Zoom. Me Zoom. Ndërsa kësaj radhe as fizikisht dhe as me Zoom. Dhe si ta lexojmë këtë si mesazh dritan, Ky është një mesazh i qartë. Ky është një mesazh i qartë që po tregojnë që me atë që ndodhi administrata Trump për rastin konkret. Administrata Trump, pra Shtëpia e Bardhë, se kur themi administrata Trump, hyn edhe pjesa e Pentagonit dhe pjesë e CIA-s që janë akoma nën kontrollin e Deep State-it. Që nuk është ndryshuar e gjitha. Por Shtëpia e Bardhë dhe rrethi i ngushtë i Trumpit, cilët janë këta që ka emëruar Trumpi, nuk kanë pasur dieni dhe nuk kanë lidhje me këtë gjë. Po japin këtë mesazh. Pra, po japin këtë mesazh. Neve nuk kemi pasur. Pra, jemi lojtur nga Deep State-i, i cili vazhdon të ketë asete dhe të luajë asete të rëndësishme në Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të prishur çdo për ta çuar drejt një konfrontimi total me Rusinë, pra drejt një lufte të tretë, gjë që kjo Shtëpi e Bardhë nuk ka ndërmend të shkojë drejt kësaj, për arsye sepse Marco Rubio para Kongresit deklaroi qartësisht që ne nuk mund të bëjmë luftë me të dyja. Pra kur u pyet nga senatorët dhe u nxit, tha nuk mund të bëjmë luftë me të dyja, dhe kishte thënë për Rusinë dhe për Kinën. Prandaj duhet të angazhohemi vetëm te Kina dhe na intereson paqësimi me Rusinë. Po. Por këta duan që ta çojnë patjetër në luftë në këtë. Kjo do të sillte pra. Në këtë aspekt e kemi thënë disa herë që kjo do lloj përplasje me këto dy vende do të sillte fundin në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Aktualisht, administrata Trump po shef që në rast se shkojmë me të dyja, shkojmë në fundin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra që Shtetet Bashkuara të Amerikës të mbizotrojnë dhe të mbijetojnë, duhet patjetër të arrish paqen me njërin, në këtë rast me Rusinë, e cila është në një konflikt të hapur. Pra në këtë telefonat kemi një lloj shfaqësimi. Unë nuk besoj që kemi një lloj shfaqësimi, kemi atë që përcaktoi qartësisht, pra biseda, thot Trumpi, ishte, por nuk ishte bisedë për paqe. Pra, do të thotë që me këtë tregoj që paqja nuk është afër. Po. Pra nuk do të kemi një paqe të afërt. Do të thonë që lufta do vazhdoj me ritmin dhe intensitetin e Rusisë. Dhe që Putini thotë më duhet të përgjigjem, të kundërpërgjigjem për atë që ka ndodhur. Pra, prandaj them do vazhdoj me intensitetin e Rusisë tashmë, sepse ajo e ka tash në dorë kundërpërgjigjen. Pra nuk do kemi immediate peace. Jo, nuk do të kemi immediate peace, pra u hoq, kjo immediate peace u hoq nga tavolina. Trumpi e deklaroi në këtë që nuk ishte bisedim, nuk ishte bisedë për paqe. Pra u përcaktua qartësisht që paqja tashmë nuk është në këtë lojë. Pra, do të vazhdojnë, mund të vazhdojnë bisedimet, por nuk jemi afër paqes. Pra lufta do të vazhdojë. Dhe po në këtë u bë qartë që duke qenë se do të përgjigjemi në këtë akt terrorist, pra Rusia e ka konsideruar akt terrorist dhe për herë të parë duhet parë koha. Kjo telefonat ka ardhur pas daljes së publike të Putinit. Pra Putini bëri një dalje publike, një telefonat që bëri me të gjithë kryetarët e shërbimeve sekrete të Rusisë me Zoom me të gjitha, dhe aty për herë të parë në këto 3 vjet e gjysmë Putini përcakton dhe e quan Ukrainën shtet terrorist. Edhe qeverinë organizat terroriste dhe quan terrorist të gjithë ata që mbështesin këtë. Pra shumë interesante.
Ndryshimi i madh, kapërcimi i madh, sepse çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që çfarë do të prodhoi ky qendrim i ri? Në aspekt kjo qendrim i ri prodhon atë që. Se nga deri dje ishim te operacioni special. Sepse thotë, jo, vazhdoi operacioni special, sepse edhe lufta kundër terrorizmit operacion special është. Pra edhe në Çeçeni ata bënin luftë kundër terrorizmit dhe quanin operacion special. Por ama kjo do të thotë që e para kjo do të thotë që me terrorizmin ne nuk negociojmë. Sepse është doktrinë shtetërore që me organizata terroriste nuk negociohet. Dhe nuk do të kemi negocim për paqe me Ukrainën. Pra, nuk do ketë më bisedime në Stamboll. Jo, bisedime do të ketë, po të gjitha bisedimet do të jenë si punë e kësaj të fundit. Pra do të jenë ultimatume. Ajo që u dha për 12 pikash, ajo ishte ultimatum. Memorandum, po që ishte në formë. Ai ishte ultimatum i pasur, pra kjo është të riqin, ato që ka kërkuar të riqin i këto dhe okej, ulemi dhe firmosim pastaj. Bëjmë paqe. Lëre, merre ose lëre. Quaj si të duash, ajo ishte një ultimatum i pastër. Dhe në këtë formë do të vazhdojmë bisedën pra me ultimatume të tilla. Në rast se do të vishëdojnë, edhe pra është lënë me datë 30 qershor takimi tjetër, të shohim në 30 qershorin. Rusët unë jam i bindur që do të qëndrojnë ultimatumit siç pra, është thjesht një ultimatum. Domethënë, dhe ajo çfarë ka ndryshuar në këtë aspekt, pra, për vetëm që e quajtën terrorizëm shtetin e Ukrainës. Pra kjo do të thotë që ti kur e quan terrorist një shtet, do shkosh drejt shbërjes të atij shteti. Pra këtë paralajmon. Absolutisht. Pra u quajt shtet terrorist, pra shteti i ISIS-it, një ofensiv. Shteti i ISIS-it u quajt shtet terrorist. Dhe u angazhuan në eliminimin e atij shteti. Apo jo? Pra Rusia tani më Rusia tashni më nuk ka më objektiv një operacion të limituar brenda Ukrainës, objektivi do të vazhdojë me operacion të limituar, por do të shkojë në zhbërjen e shtetit të Ukrainës. Pra, nuk do të kemi një ofensiv totale në aspektin ushtarak për pushtimin e Ukrainës, po do të kemi zhbërjen e Ukrainës. Pra, në rast se nuk pranohet ultimatumi, kjo do të çojë përveç rajoneve që janë marrë, pra me ashtu do të çojë edhe marrjen e rajoneve të tjera, pra duke nisur që nga Odesa e deri në Chernigiv. Aktualisht po përparohet në Sumi dhe kur të arrin të marrin këto rajone, siç i kanë marrë këto tjerat, të jeni të bindur që rusët do organizojnë edhe në këto rajone referendum dhe një njëjti referendum, një njëjti rezultat do dalë. Ato tre oblastet, ato tre. Po. Një njëjti rezultat do jetë edhe në ato, pra që do shkojnë me Rusinë dhe automatikisht në këtë moment Ukraina zhbëhet më sepse në rast se Ukrainës i merr të gjitha këto oblaste, pra të gjitha këto rajone, atëherë Ukraina nuk ka më asnjë lloj vlere të qëndrojë, sepse nuk mund të qëndrojë me tre rajone të tjera. Pra nuk është më shtet dhe s'ka më vlerë për askënd. Pra, shpallja terroriste do të thotë që eliminimin Putinit paralajmëron eliminimin e këtij shteti në rast se nuk pranohet ultimatumi që ata kanë dhënë, pra, heqja dorë nga luftimet. Okej. Dhe deklarata tjetër thotë që edhe ata që qëndrojnë pas tyre që i ndihmojnë janë terroristë. Pra, dhe bisedat që janë bërë për të futur në këtë grup terroristësh, sepse ky grupi që ndihmon, siç thamë ishte ky grupi që u mblodh në Bruksel, pa grupi i kontaktit për mbrojtjen e Ukrainës. Pra, janë 52 shtete. Ka shpallur dhe këta nëse 52 shtete. Dhe në këto 52 shtete që ndihmonin në këtë grup kontakti është edhe Amerika. Dhe bisedat janë me Shtetet e Amerikës janë për të parë, juve jeni pjesë e këtij terrorizmi apo jo? Dhe veprimtaria, pra veprimi i Hekset për mos marrjen pjesë në këtë mbledhje. Është mesazhi është mesazh i pasur që ne nuk jemi dhe s'qëndrojmë pas kësaj, siç qëndrojnë ta të tjerët. Pra definoi që 51 shtetet e tjera, në të cilat hyn edhe Republika e Shqipërisë, pjesë e këtij grupi, Rusia i definoi si shtete terroriste. Pra kemi një retorikë të re, dhe këtë nuk e ka bërë as më përpara. Imagjino, u ndodhi gjithaj sulm vjet në atë qendrën tregtare ku u vran rreth 150 veta, 150 veta. Po. Dhe pavarësisht se u bën lidhja me Ukrainën, u bën lidhja të gjitha, u bën lidhja me Britaninë, me një, nuk Putini nuk akuzoi për terrorizëm as Ukrainën as vendet e tjera, ndërsa sot i fut totalisht te terrorizmi. Dhe kjo vjen te ajo e fundit që u thatë që pra kjo tregon që duke qenë terrorizëm atëherë nuk ka për të pasur asnjë takim midis Putinit dhe Zelenskit, sepse ka konsideruar tashmë si terrorist dhe organizatë terroriste qeverinë ukrainase dhe nuk do të ketë takim tillë dhe gjithashtu kemi edhe një deklaratë të Ushakovit, pra të ndihmësit të një prej këshilltarëve të Putinit dje, i cili deklaroi që është hequr për momentin nga tavolina edhe takimi midis Trumpit dhe Putinit. Që diskutoi. Pra me këtë që ndodhi. Pra do me thënë, dhe deklarata e Trumpit që nuk bëhet llaf për paqe, pra nuk janë bisedime për paqe, do me thënë që nuk ka takime dhe lufta do vazhdoj. Dhe do të jetë terreni ai i cili tash e mbrapa do të përcaktojë çfarë do të ndodhi.
Po, Dritan, si nisën gjërat me rikthimin e Donald Trumpit, pretendohej që kësaj lufte do jepet fundi, po jo vetëm që s'po jepet fundi, po kalojmë dhe po kapërcejmë në një pikë tjetër ku për herë të parë tentohet të goditet arsenali bërthamor në rastin konkret i Rusisë. Ku po shkon gjëja, sepse kësa herët kam thënë në këtë studio që mund të shkojnë, a mund të kemi një përplasje Rusi-NATO, dhe Jeffrey Sachs tha po shkohet drejt kësaj. Një përplasje Rusi-NATO mund të ketë, po do të kemi një parasysh jo Rusi, kur themi NATO ne këtu përfshim edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në aspektin e kësaj Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk do të përfshihen në këtë përplasje. E gjithë kjo telefonat, dhe gjithë kjo veprimtari telefonike, dhe gjithë kjo që ka ndodhur dhe tërheqja e Hegseth nga pra mos paraqitja e tij në këtë mos pjesëmarrësh së Bashkuara të Amerikës në këtë takimin që ndodhi në Bruksel dje, grupin e kontaktit për Amerikën, e cili është NATO dhe Perëndimi së bashku, domethënë që çfarëdo që të ndodhi nesër, ne nuk jemi pjesë e kësaj, jeni vetëm në përplasje me Rusinë. Dhe nuk do të në këtë rast nuk kemi përplasje të NATO-s, sepse nuk ka NATO pa Amerikë, duhet kemi gjithë të qartë. Komplet pjesa tjetër. Jo, po nëse Rusia i shpall terroristë dhe i sulmon këto shtete, logjikisht i bie që aktivizohet artikulli 5. Nuk të aktivizohet artikulli 5 për arsye se Rusia nuk do të sulmojë këto shtete. Nuk do të sulmojë këto shtete në territorin evropian. Këto shtete do të sulmohen në momentin aktualisht do të sulmohen të gjitha asetet e këtyre shteteve në Ukrainë, që janë aktualisht dhe ato që do të hyjnë nesër. Dhe sërish Rubia deklaroi para 2 ditësh që çfarëdo lloj veprimtarie evropiane në Ukrainë ushtarake nuk do të ketë as gjatë kësaj kohe dhe as pas vendosjes së paqes mbuloj ajrore nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Çfarëdo lloj iniciative europiane, nuk do ketë garancinë ajrore. Absolutisht. Satellitore në rastin konkret. Dhe kjo është e nxori Bloombergu, e nxori dje pra. Gazeta Bloomberg e paraqiti dje, pra ishte një lajm i dieshëm i gazetës Bloomberg. Pra kjo do të thotë që amerikanët totalisht e kanë lënë, pra nuk jemi në përplasje midis NATO-s, pra ata që thonë NATO dhe Rusia, do të kemi që parasysh NATO është Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dakor, po a nuk është Shtetet Bashkuara të Amerikës dalin jashtë kësaj, atëherë nuk është më NATO, por është vetëm Evropa. Po a nuk është ky një dorëzim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës? Jo, nuk është një dorëzim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës përballë Rusisë, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të ruajnë atë paqen botërore, pra pavarësisht se kemi një konflikt të limituar në Ukrainë midis Perëndimit dhe Rusisë. Jemi sërish në një konflikt të limituar dhe nuk duhet të shkojmë drejt një lufte të tretë, në rast se duhet të hyjmë për shkak të çmendurisë të evropianëve. Këtë sulm ti po thua janë europianët që e kanë organizuar dhe Trump nuk ka pas dieni. Për arsye, unë mendoj që Trump nuk ka pasur dieni, Trumpi i është rezervuar një trajtim si punë e kërpudhës, pra në rast se e them si punë trajtimi i kërpudhës, unë e quaj trajtimi i kërpudhës, sepse kërpudha mbahet gjithë në errësirë që të mos ketë që të rritet duhet mbahet në errësirë. Edhe ata Trumpin e mbajnë në errësirë, pra. Deep State e ka mbajtur në errësirë dhe unë mendoj që Trump dhe ja vazhdoj të jemi bindur që Trump nuk ka pasur dieni për këtë gjë. Po si mos ketë dieni për goditjen e aseteve bërthamore. Pra nuk ka pasur dieni përpara. Se kjo është tradhti e madhe pastaj nëse ka ndodhur. Prandaj po them që nuk ka pasur dieni përpara dhe ndaj gjitha veprimet e bëra nga Trump dhe nga administrata Trump në këto 72 orët e fundit tregojnë që ata s'kan pasur dieni. Dhe po e lën Evropën vetëm. Dhe është Evropa ajo që ka bërë. Pse është Evropa dhe pse vetëm Evropa ka pasur interes ta bëjë këtë? Sepse thash në vizionin strategjik të vendeve evropiane, pra të këtyre anëtarëve të NATO-s. Eliminimi i tyre. Pse është eliminimi i tyre? Sepse në rastin e dërgimit nesër të trupave në Ukrainë, do të kemi një përplasje midis Rusisë dhe NATO-s me këtë. Dhe Rusia ka thënë që çdo lloj veprimtarie ushtarake e tyre do të përballet me veprimtari ushtarake ruse, kundër përgjigjet tyre. Dhe në momentin që këto trupat e NATO-s evropiane, pra të vendeve evropiane të NATO-s që do të shkojnë në Ukrainë, do të përleshen me forcat ruse, automatikisht Rusia rezervon në këtë dhe e ka të drejtën të godasë qendrat e komandimit të këtyre forcave në vendet nga kanë ardhur. Dhe në këtë moment nuk kemi aktivizim të nenit 5. E qartë. Në asnjë moment. Dhe por goditja e këtyre qendrave të komandimit, të cilat janë larg, pra të godasë një qendër komandimi në Bruksel, në Francë, në Angli, nuk mund ta bësh, sepse Rusia ka edhe avion të tjerë bombardues strategjik. Është Su-57 dhe MiG-31. Po Su-57 dhe MiG-31, MiG-31 mban vetëm 3 raketa Kinjal. Su-57 mban 4 raketa Kinjal. Pra, kënqin e njëshin. Kurse bombarduesit strategjik bërthamor mbajnë 8 raketa secili, e para dhe kanë kapacitet të lishojnë ata
nga 25 deri 27.000 metra lartësi. Dhe mund të lëshojnë dhe mund të godasin, pra ai mund të ngrejë ta zëm 10 avion me 8 raketa secili, 80 raketa. Dhe të godasin me 80 raketa të gjitha qendrat e komandimit të këtyre vendeve të NATO-s europiane në rast të një përleshje. Dhe në rast se ti eliminon këta avion, atëherë këto qendra të komandës nuk mund të rrezikohen totalisht nga kinxhalët që lëshon MiG-31 dhe Su-57. Sepse nuk kanë të njëjtin kapacitet që ka Tupolev, bombarduesi strategjik. Kuptoni? Pra këtu është qëllimi, pra ky është interesi, vizioni i tyre, të shkatarronin këtë në mënyrë që të garantojnë nesër çfarë do të përplasje komandat e tyre në vendet përkatëse ku i kanë. Nuk bëhet llah për në Ukrainë, se në Ukrainë ai sulmon me çdo lloj avioni dhe Su-30 mund të lëshojë raketa brenda territorit të Ukrainës. Pra ai eliminon rrezikun e eliminimit të forcave të veta, të komandave të veta në territorin e vet nesër në një përplasje me Rusinë. Pra, dritan tu është, e gjitha. Bota po rrezikon shumë në unë nuk mendoj që po rrezikon, nuk kemi një përplasje midis NATO-s dhe Rusisë, kemi një përplasje midis Evropës dhe Rusisë. Dritan, nisur nga kjo telefonata, pak a shumë ato piketa që arrim të lexojmë aty, si do të jetë, sepse Trump thotë që Putin më tha që më duhet të kundërpërgjigjem për këtë që ka ndodhur. Si ta lexojmë këtë, më duhet të. Ne kemi thënë që tashmë ajo çfarë Evropa po bën, pra duke qenë se Evropa ka humbur rrugën e logjikës, pra ka kohë që i ka humbur logjika dhe imagjinoni është shumë e thjeshtë. Pa të mendosh, pra Evropa në fillim dhe vazhdon të deklarojë që neve duam të rrëzojmë, pra çdo lloj veprimi duam që të rrëzohet Putini. Pra po bëjnë veprime ushtarake të nivelit taktik brenda dhe terroriste brenda Rusisë për të ngritur opinionin publik kundër Putinit, në mënyrë që Putini të rrëzohet. Pra kjo është ideja e tyre. Tashmë, bën këto veprime ushtarake që kanë bërë këto veprime terroriste. Dhe çfarë kemi? Kemi vërtet ngritjen e opinionit publik brenda. Por kjo opinioni publik brenda tashmë është ngritur dhe kërkon reagim më të ashpër të Rusisë. Pra, jo vetëm që nuk po rrezikon Putini Tomasi, po i forcojnë pozitat. Putini rrezikon Donbasi, i kanë forcuar pozitat. Në rast se Putini nuk reagon, Putini është detyruar të lëshojë vendin. Dhe në vend të tij do vi dikush tjetër i cili do reagojë shumë herë më fuqishëm. Prandaj Putini thotë që jam i detyruar. Dhe në rast se nuk e bën, kjo është humbje politike për të. Te Trumpi që më duhet për shkak sepse ka këtë presion në këto pozita. Absolutisht në këto pozita. Pra i duhet që të qëndrojë këtij presioni politik të brendshëm, por ky presion politik i brendshëm nuk do të thotë, nuk është ajo që ka shpresuar Evropa, pra ky presion politik i brendshëm nuk sjell zhbërjen e shtetit rus, tërheqje nga lufta, le të themi. Ky presion politik i brendshëm sjell reagim më të ashpër dhe më të fuqishëm ndaj Evropës dhe ndaj këtyre veprimeve europiane dhe ndaj Ukrainës. Pra këto e kanë bërë Rusinë edhe më agresive. Pra kanë gabuar totalisht dhe aktualisht vazhdojnë të bëjnë, domethënë që këtyre ju ka humbur logjika, pra nuk po bëjnë asnjë analizë logjike. Pra Evropës i ka humbur logjika me kohë. Dakor, po vetëm me emocione. Te kundërpërgjigja dritan, kjo më duhet të reagoj. Absolutisht, për arsye se në Dumën ruse është mbajtur një takim dhe Duma ruse ka kërkuar zyrtarisht tashmë presidentit Putinit që të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe i ka urdhëruar Putinit, pra Duma ruse ka urdhëruar, se Duma ruse urdhëron edhe presidentin e Republikës të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, të bëjë një plan të qartë për këtë kundërpërgjigje dhe ta paraqesë këtë plan në Dumën ruse, në nivelet në çështjet e sigurisë kombëtare, pra në komisionet e sigurisë kombëtare dhe sigurinë dhe atyre të mbrojtjes. Pra plani do jetë serioz. Absolutisht, pra kanë kërkuar një plan të qartë dhe serioz. Do ketë miratimin edhe miratimin e Dumës ruse. Prandaj është dashur bisedat midis Trumpit, pra është dashur sepse duke qenë se do të jetë miratimi i Dumës ruse. Dhe Putini i konsideroi si terroristë të gjitha këto tjerat. Ai ishte dashur të bëhet ndaj shapi nga sheqeri. A është edhe Trumpi në këtë pjesë apo s'është? Pra fusim edhe Amerikën këto apo se fusim? Prandaj janë gjitha këto biseda. Dhe kundërpërgjigja do jetë serioze. Serioze në kupton bërthamore dritan se pak a shumë nuk në kupton. Debati dhe diskutimi është a do kemi një goditje kundërpërgjigje? Nuk do të kemi goditje bërthamore, por arsye kam thënë një herë, për të pasur një goditje bërthamore duhet që Putini të shpalli luftë ndaj Ukrainës. Ta konsideroj luftë. Dhe që ta konsideroj luftë duhet që të ketë edhe miratimin e Dumës ruse këto, por nuk do të shkojë në konsiderimin e luftës për arsye se kjo do të sillte probleme të tjera brenda Rusisë,
çështje të tjera ekonomike, politike, pasojat të tjera sociale brenda Rusisë. Pra do të kishim një ndryshim tërësisht të mbarvajtjes të jetës sociale në Rusi dhe kjo do të ndikonte direkt në popullsinë civile dhe kjo mund të sillte probleme të tjera politike të brendshme për Putinin, për Dumën ruse dhe për gjithë vendimarrjen politike në Rusi. Pra nuk do të lozet në këtë. Fakti që konsiderohen organizata terroriste, pra do të vazhdohet me operacion special ndaj këtyre organizatave terroriste. Pra e njëjtë gjë. Pra nuk do të kemi një ndryshim në aspektin e strategjisë. Nuk do të kemi as pak. Oreshnik mund të kemi, për arsye sepse ka disa objektiva që mund goditen me Oreshnik, siç është godina e shërbimit sekret Ukrainës. Kam një hartë aty regjia. Goditja normalisht Ministri i Mbrojtjes nuk ka marrë pjesë, por është godina e shërbimit sekret dhe dy godina të shërbimit sekret, godina e shërbimit sekret civil dhe godina e shërbimit sekret ushtarak. Pra këto janë të dyja që kanë marrë pjesë në këto që mund goditen dhe do të goditen me Oreshnik dhe mund goditen me Oreshnik. Gjithashtu kemi një tunel shumë të rëndësishëm në Transkarpatia, është një tunel i cili përdoret nga Polonia, është një tunel hekurudhor i gjatë. Ai është tuneli kryesor në cilin kalojnë të gjitha armatimet dhe municionet që vijnë nga Polonia dhe çdo gjë tjetër që vjen nga Polonia në drejtim të Ukrainës. Pra, aty kalon gjithçka dhe mund të kemi goditje të këtij tuneli me anë të Oreshnikut, pra duhet një Oreshnik për ta azisuar këtë tunel dhe prishja e këtij tuneli do të thotë automatikisht ndalim i ardhjes së ndihmës, pra me trend dhe çdo lloj veprimtarie tjetër që Ukraina merr, pra çdo lloj ndihme sociale, çdo lloj ndihme humanitare që merr aktualisht, mund të jenë objektiv për mund të kemi goditje të ndonjë ure ose disa urave, do të kemi një parasysh që mbi lumin Dënie për aktualisht ndodhen 8 ura të mëdha, të cilat përdoren aktualisht për gjithçka, pra përdoren nga popullata civile, nga ushtria për gjithçka, dhe në rast se mund të kemi goditje të ndonjë ure për të paralizuar veprimtarinë ushtarake të forcave ukrainase, do të përdoret nuk përdoret Oreshniku për urën, por përdoren raketa të tjera, por mund të kemi përdorim të Oreshnikut dhe të gjitha llojeve të raketave të tjera. Pra do të kemi një kundërpërgjigje të tillë ku do të hyjnë të gjitha llojet e raketave konvencionale, do të kemi edhe raketa balistike, po jo me mbushje bërthamore. Të gjitha pothuajse janë tavolinë dhe këtë e vërteton fakti që menjëherë pas bisedës dhe pas deklaratës së Trumpit, ambasada amerikane në Kiev ka bërë një deklaratë publike në faqen e saj ku i bën thirrje të gjithë qytetarëve të saj që në rastin më të parë që do të ngjojnë sirenat e alarmit, tashmë duhet të vrapojnë menjëherë në qendrën më të parë të strehimit. Pra deri më sot ajo s'e ka bërë ndonjëherë, sepse alarmet kanë sulmuar objektiva të caktuar, pra dhe nuk kanë qenë por kjo do të thotë që kur e bën këtë në Kiev, do të thonë që objektivat të cilat do të goditen në Kiev do të jenë të shumtë, pra nuk do të jenë të pakët. Pra do të ndodhin në Kiev, edhe në Kiev. Absolutisht do të, sepse qendrat e shërbimit sekret janë atje. Qendra mund goditen edhe hotele ku qëndrojnë këta zyrtarët e NATO-s evropiane. Pra ne patëm një goditje para 2 ditësh në një qendër trajnimi me 2 raketa balistike Iskander dhe kjo goditje në këtë qendër trajnimi me 2 raketa balistike Iskander. Harta ku ishte regjia? Vrau diku të rreth 28 instruktor anglez, gjerman dhe francez. Instruktor të NATO-s të forcave speciale. Do të shkohet në këtë linjë drejtëm. Pra u goditën instruktorët e forcave speciale të Francës, Anglisë dhe Gjermanisë dhe Polonisë, të cilët po servisin forca speciale. Kjo nuk do të ndodhi më njëherë pas operacionit. Pra u godit kjo pikë. Pra do të fillojë të goditen të gjitha ato pika ku janë të vendosur instruktorët e NATO-s në Ukrainë dhe që deri tani s'janë goditur. Deri tash nuk janë goditur. Deri tash nuk janë goditur. Tashmë mbrapa do të goditen dhe mos pjesëmarrja e Hegseth në këtë takim në Bruksel do të thotë që instruktorët amerikanë që janë atje do të riqen drejtim të ambasadës, pra drejtim të Kievit dhe do të riqen nga këto qendra trajnimi. Po kjo goditje e urës në Krime. Goditja e urës në Krime duhet i kemë regjia dhe pamjet. Është pjesë, edhe kjo e pjesë e një atentati terrorist të bërë nga Ukraina dhe është qartësisht atentat për arsye se Krimea tashmë, siç e ka deklaruar edhe Pentagoni para 1 viti e 2-3 muajsh, ura e Krimes nuk është totalisht një urë civile, nuk përdoret më për veprimtari ushtarake, për dërgimin e mjeteve ushtarake në Krime dhe asgjë, pasi Rusia prej pothuajse 1 vit e 4 muaj ka në funksionim një hekurudh, cilën ka ndërtuar nga Luhansku në Donetsk, në Mariupol edhe shkon në Sevastopol. Mbrin ajo hekurudha dhe gjithçka e bën në mjet kësaj hekurudhe dhe për 1 vit e 2 muajsh
për 14 muaj, domethënë hekurru ajo ura e Krimes, ura mbi ngushticën Kersh, është totalisht civile dhe goditja objektive civil. Po nuk është se e rrëzoi. Nuk ka rrëzuar asgjë, nuk ka bërë asnjë dëm të madh, pra nuk ka penguar qarkullimin në urë, ka vazhduar qarkullimin normalisht. Nuk është tentativa e parë, ishte tentativa e goditja ishte tentativa e 4 ose 5 brenda asaj dite. Dritan, ja këto janë pamjet, por nuk është Jo, nuk ka pasur. Ura ka vazhduar normalisht, nuk ka mbetet. pasur. Ndërkohë, Dritan, Rusia planifikon për të zhvendosur 10.000 trupa afër kufirit me Ukrainën në zonat e pushtuara të Transnistrias, në Moldavi. Kjo e thënë në një intervistë për Financial Times nga ministri Dorin Recean. Ai ka parajmëruar që Rusia po përgatitet që të interferoj në zgjedhjet parlamentare të Moldavisë etj. Pra 10.000 trupa, ajo që më intereson është 10.000 trupa në Transnistria, regjia tek ajo harta ku ishin truta. Nuk ka lëvizje të trupave në Transnistria, Transnistria është komplet diçka tjetër, pra Transnistria ndodhet këtu. Shihni këtë kufirin këtu, kjo është Ukraina, Odesa dhe komplet kjo pjesa këtu, pra që nga nisur që këtu, kështu deri këtu komplet kjo pjesa është Transnistria. Kjo këtu, pra sa zë gishti, pra sa trasje gishtit është Transnistria. Nuk mund të shkojnë aty 10.000 trupa ruse, aktualisht nuk ka si të çojë 10.000 trupa ruse, sepse pra këto janë deklarata idiote, në nivel idiot, sepse shikoni kam thënë, për sa herë që flitet, nuk flasim për çështje ushtarake. Hapim hartën dhe shohim gjeografinë, pra baza e çështjeve ushtarake është gjeografia. Në çfarë do lloj veprimtarie ushtarake, baza e parë është harta. Aktualisht kjo është Ukraina. Rusët janë këtu. Rusët nuk janë as në Odesa. Pra si do t'i çojnë trupa 10.000 trupa nga këtu, me fjalë nuk i kanë këtu, po nga Krimea, si do t'i çojnë? Pra nuk kanë si i çojnë, sepse do të aktualisht në Transnistria. Nuk i çon dot, as me tren, as me makinë, as me ekurull, as me avion nuk i çon dot, sepse do të kalosh mbi Odesa. Pra do të kalosh në Ukrainë. Në momentin që duhet kalosh në Ukrainë dhe për të ulur këtu, e gjithë kjo zona këtu, pra është e kontrolluar nga Ukraina dhe ka mbrojtje kundërajrore, gjithandej këtej dhe çdo avion që do të kalonte këtu do të ishte objekt goditje, sepse bëhet llaf për avion transporti për të çuar 10.000 trupa, nuk bëhet llaf për avion zbulimi ose për avion luftarak, cilët mund të ikin fluturojnë shpejtësi. Janë gjithë alarme fake, po thua. Janë alarme fake dhe janë alarme në nivelin e idiotësisë, sepse nuk ka shans që t'i çojë. Aktualisht, e vërtet, kur në fillimin e konfliktit Rusia ka pasur 3.000 forca speciale këtu. Në këto 3 vite ka çuar diku edhe 3.000 forca të tjera, por si i ka çuar? Në mënyrë të fshehtë, pra nuk i ka çuar si forca ushtarake me uniformë, po i ka çuar si qytetar rus, pra kanë lëvizur me pasaporta të tjera nëpërmjet, kanë ardhur në Rumani, në Hungari, në këtej kanë ardhur dhe kanë lëvizur dhe kanë hyrë në Moldavi. Dhe pas kanë hyrë në Moldavi kanë shkuar në Transnistria dhe atje pastaj janë bashkangjitur forcave ruse sepse nuk kanë si shkojnë tjetër. Pra nuk kanë pasur asnjë mundësi tjetër për të shkuar. Se nuk ka mundësi tjetër për të shkuar. Tashmë kjo mundësi po thosë për një vit e ca është bllokuar sepse nuk ka më hyrje të qytetarëve me pasaporta ruse, me pasaporta të tjera që dyshohet. Pra ka kontrolle shumë më të mëdha. Pra është e pamundur. Aktualisht në Moldavi ndodhet depot më të mëdha të armatimit që ekzistojnë në Evropë. Në Moldavi, në Transnistria. Në mbarimin e luftës së ftohtë, pra kur mbaroi lufta e ftohtë, kishte Polonia, Slovakia, Hungaria, Rumania dhe Bullgaria. Ishin pjesë e traktatit të Varshavës. Po. Dhe në momentin që u prish traktati i Varshavës në 92-shin, Rusia, e cila ishte pasuese e traktatit të Varshavës dhe që mbeti pra pas Bashkimit Sovjetik, pas prishjes së Bashkimit Sovjetik, tërhoqi të gjithë armatimin që i takonte Bashkimit Sovjetik, sepse kemi një gjë. Në të gjitha këto vende, ashtu siç ishte edhe Shqipëria, në traktatin e Varshavës kishim armatime të përbashkëta dhe armatime që kishin ata që takonin natyre. Kur u prishëm neve në traktatin e Varshavës, ne mbajtëm ato që na takonin neve dhe ata morën ato që i takonin natyre dhe ikën, u larguan. E njëjta gjë kur u prish traktati i Varshavës, Bashkimi Sovjetik mori nga këto vende të gjithë armatimin dhe municionin që i takonte Bashkimit Sovjetik. E qartë. Dhe nuk e çoi në Bashkimin Sovjetik në Rusinë e sotme, po çfarë bëri? E mbajti në Transnistria. Dhe Transnistria ka depot më të mëdha të armatimit dhe municionit për të luftuar gjithë Evropa me të. Dhe pse bëhet kjo? Kjo bëhet për të rritur prezencën. Pse bëhet? Tash i dua që Moldavia të rrisi prezencën e forcave ushtarake dhe kërkon prezencë të forcave, sepse deklarata është idiote në aspektin politik, po është me larghetet me qitjet largët strategjike. Pra, duke qenë se themi, pra nxjerrim një prallë që Rusia do na bjerë 10.000 forca, që nuk ka mundësi t'i bjerë, asnjë lloj mundësie nuk ekziston t'i bjerë, por duke thënë të tillë, atëherë duke qenë se Rusia do bjerë 10.000 forca, neve na duhet që të garantojmë sigurinë, sepse nuk e garantojmë dot. Dhe për këtë siguri çfarë na duhet? Na duhet NATO në Moldavi.
Dhe sërish vim tepërplasja. Pse shkojnë tepërplasja? Aktualisht Rusia ka bërë qartë që NATO-ja në Ukrainë dhe në Moldavi nuk duhet jetë. Po, edhe Gjeorgjia. Dhe tashmë ta fusim NATO në Moldavi për të mbrojtur nga kjo pralla që po shpikim, sepse na duhet të mbrojemi. Nga kjo prallë që po shpikim që nuk qëndron dhe s'ka realitet, por s'kemi si ta bijem NATO ndryshe, pra si të justifikojmë vetëm nëpërmjet këtyre deklaratave idiote që çojnë drejt kësaj përplasje dhe kjo përplasje çon në fundin prishjen midis Shtetit Amerikës dhe Rusisë dhe futjen e Amerikës këtu. Por çfarë do lloj veprimtarie që do të jetë këtu në Moldavi? Do të mos harrojmë gjë, Moldavia nuk është pjesë e NATO-s. Po. Dhe çfarë do lloj veprimtarie ushtarake e NATO-s në Moldavi mund të ketë reagim goditje nga Rusia të gjitha trupave të NATO-s në Moldavi dhe kjo nuk e aktivizon N5 sepse ndodh jashtë territorit të NATO-s. E qartë. Dritan, kalojmë pak edhe se telefonata Trump-Putin ishte shumë interesante sepse u diskutua aty dhe për Iranin. Dhe Putini në një farë mënyre deklaroi se që ta citoj, ne gjithashtu diskutuam për Iranin dhe për faktin që koha po mbaron për sa i përket vendimit të Iranit për të mos pasur armë bërthamore, e cila vendim që duhet merret shpejt. I thash presidentit Putin që Irani nuk mund të ketë një armë bërthamore dhe mbi këtë u ram dakord të dy. Presidenti Putin sugjeroi që dhe ai do të marrë pjesë në diskutimet me Iranin dhe mund të jetë i dobishëm për të shkuar në një konkluzion të shpejt. Pra, Trump telefonon Putinin për Iranin. Le ta racionalizojmë të. E para kemi që ram dakord që Irani nuk do ketë bombë bërthamore. Çfarë do thotë? Do thotë që Rusia, tashmë Putini ka bërë të qartë. Rusia e di që Irani nuk ka bombë bërthamore. E di që Irani nuk do të ketë bombë bërthamore për arsye se në janar të këtij viti Rusia ka nënshkruar një marrëveshje të bashkëpunimit strategjik me Iranin dhe pjesë e kësaj marrëveshje të bashkëpunimit strategjik është edhe aktiviteti bërthamor i Iranit, i cili do të kalojë totalisht nën kontrollin e Rosatomit, pra energjisë institucionit bërthamor rus është Rosatom, dhe ata do të menaxhojnë totalisht edhe përqindjen e uraniumit edhe gjithçka tjerë që ka nevojë Irani për përdorime të veta dhe përcaktohet në atë marrëveshje, e cila është bërë publike, përcaktohet që do të përdoret vetëm për nevoja civile. Pra për nevoja civile. Po, përpunimi i uraniumit. Për nevoja civile, do të thonë që e ka përcaktuar në këtë mënyrë që nuk do të ketë, pra Rusia nuk i jep Iranit bombë bërthamore dhe nuk ka Irani bombë bërthamore. Pra edhe në këtë bisedë do të thotë që nuk ka. Pra edhe Trumpi normalisht ja ka bërë të ditur Putini që nuk ka bombë bërthamore dhe nuk ka për të pasur sepse sa të kohë jemi neve aty nuk e lejojmë të ketë bombë bërthamore. Prandaj ram dakord që s'është ajo. Që nuk do jetë bombë bërthamore. Dhe çfarë bëri? Putini nuk i mori leje Trumpit, por e futi veten direkt. Pra unë do të jem pjesë e këtyre bisedimeve tashmë. Pra do të hyj direkt Rusia në këto bisedime. Deri tash Rusia ka qenë pjesë e bisedimeve, por ka qenë si palë jashtme. Sepse sa herë që para çdo bisedimi, nëse e kemi mbani mend, ose shkonte ministri i jashtëm iranian në Rusi, ose të shkonte zëvendës ministri i jashtëm dhe kishte këtë marrëdhënie. Tashmë Rusia nuk po loz më palën e jashtme, po vjen direkt. Pra do ta bëj direkt ndërmjet asaj që ndodhi. Pasojë asaj që ndodhi. Është totalisht pasojë asaj që ndodhi. E qartë. Sepse do të kemi gjë parasysh, po që mbetet për një emision tjetër sepse është shumë temë e gjerë dhe nuk mund ta sqarojmë në 5 minuta, në 10 minuta. Kemi një problem të madh. Në gjithë të që ndodhi, pra sulmi kundër bombarduesve strategjik, do të kemi një parasysh që përveç Anglisë dhe Francës, që janë kryesorë dhe Gjermanisë, ka marrë pjesë edhe Mossadi izraelit. Te ky sulm. Po, te ky sulm. Sepse duhet vërtetuar Izraeli ka shumë interes të madh që të dobësohet Rusia. Në dy aspekte, të dobësohet ushtarakisht dhe të dobësohet nga ana fetare. Sepse Izraeli dhe izraelitët janë i vetmi kom në rrugën toksor, të cilët çdo gjë e shohin në aspektin fetar. Dhe mbi të pastaj ndërtojnë çdo gjë tjetër. Strategji të reja. Po, dhe në aspektin fetar, ata kanë një gjë shumë të thjeshtë. Janë i vetmi kom që studiojnë Kur'anin më shumë se sa e studiojmë neve muslimanët. Ne e lexojmë, por nuk e studiojmë, ndërsa ata e studiojnë Kur'anin. Pse? Sepse Kur'anin ata e pranojnë si libër i fundit i zbritur nga Zoti
Dhe në Kur'an përcaktohet qartësisht. Është e shkruar të thotë që do të vijë një ushtrim muslimane nga Khorasani që do të shtirojë Jeruzalemin, dhe kur kjo ushtrim muslimane nga Khorasani të hyjë në Jeruzalem dhe të hyjë në këto territore të Palestinës janë sot, thotë çdo gur, çdo pem do të thotë që mbas meje është fshehur një jahudi. E qartë. Po kush është Khorasani? Khorasani është Irani, Afganistani, Pakistani. Këto të treja përbëjnë Khorasanin. Irani dhe Afganistani janë dy vende të lira aktualisht aleate të Rusisë. Pakistani nuk është vend i lirë, është nën kontrollin e amerikanëve, por pjesërisht aleate e Rusisë në aspektin ushtarak. Po, dhe Rusia, eliminimi i Rusisë si fuqi ushtarake dhe politike jep mundësi Iranit jep mundësi Izraelit të shkatarojë Iranin sepse mbetet i vetëm. Që konsideron. Prandaj jemi në këtë luftë eskatologjike. Pra gjithçka është eskatologjike, prandaj ky është edhe një interpretim eskatologjik i gjës. Ndërkohë po thua Dritan që Putini u bë pjesë i paftuar, pra futi veten direkt për shkak të asaj që ndodhi që do hym në mënyrë që të mos shkojmë në këtë konfrontim. Pra, po heq futja e Rusisë në këto bisedime. Ja, këtë duhet kuptoj. Futja e Rusisë në këto bisedime do të thotë që çdo lloj tentative e Izraelit tashmë për të tentuar për të goditur Iranin, që e ka thënë disa herë, plan, në çdo projekt që kemi diskutuar e stërdiskutuar këtu, do thotë që duhet të ndalet sepse në këtë moment futja e Rusisë në këto bisedime nuk mund të ketë asnjë goditje ndaj Iranit përsa ka Rusia, sepse kjo do të çonte në prishje totalisht të çdo lloj marrëdhënie të Rusisë me Izraelin. Dhe kjo është kundër përgjigja e Rusisë për veprimtarinë e Mossadit në goditjen e avionëve. Pra tani më keni punë me ne. Pas Iranit qëndron edhe Rusia, çdo goditje kundër Iranit ka të bëjë me ne.